I nderuarat Nikolla, të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin. Në Ungjillin sipas Markut lexojmë këtë ngjarje, këtë mrekulli që bëri Zoti Krisht. Dhe përsëri doli nga kufitë e Tirës dhe Sidonës dhe erdhi buzdetit të Galileës përmes kufive të Dekapolit dhe i sjellli një të shurdhur belbacuk dhe me mes, domethënë, dhe i lutën të vërë dorë mbi të. Dhe ai mori prej turmës veçan dhe i vuri gishtërinë të tij në veshët e atij edhe si pështyu, i preku gjuhën. Dhe si ngriti sytë në qiell, pshërtiu dhe i thot, Efatha, që do thot hapu. Dhe për një herë u hapën veshët e tij dhe u zgjidhën të lidhurit e gjuhës së tij dhe fliste drejt. Patjetër dëgjuam për këtë ngjarje, për këtë mrekulli, por pam edhe disa veprime që duken të pazakonshme. Pse i bëri Krishti të gjitha këto? Patjetër që Zoti nuk vepronte asgjë në mënyrë sporadike, pa një kuptim dhe pa një mister i cili shfaqej më pas. Të dashur të krishterë, leximi i Ungjillit është një gjë shumë e mirë, por edhe një gjë e rrezikshme, sepse, siç thotë dikush, shkrimi i shenjtë nuk gabon, por interpretimi i tij mund të sjellë gabime. Prandaj e lexojmë shkrimin e shenjtë, por e interpretojmë atë ashtu siç na mëson Kisha. Dhe Kisha, nëpërmjet etërve të shenjtë, na interpreton kështu këtë pjesë të shkrimit të shenjtë. E para, Zoti Krisht ishte mes një turme të madhe, por në atë turmë ishte një person i cili kishte një problem fiziologjik, mund të themi shëndetësor, kishte një mangësi. Ishte edhe i shurdhër, ishte edhe me mec. Dhe patjetër që ai nuk ishte shëruar nga mjekët asaj kohe, ishte diçka e pamundur të bëj, por Krishti e shikon dhe të tërheq veçan. E para, ç'kuptimi ka që e tërhoqi veçan? Zoti nuk na shikon si turm, as si shifra, por na shikon si persona. Kjo është arsyeja që dhe kur bim këtu në Kish, ne çdo mister e kryejmë në emrin ton. Edhe kur kungohemi, nëse keni vënë re, prifti të kungon në emër. Kungohet shërbëtori i Perëndis në emër. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse ne jemi të pazëvendësueshëm, shumë të rëndësishëm përpara Zotit. Jemi persona dhe Zoti me ne ka një takim personal, jo një takim kolektiv, familjar, turme, si zakonisht njerëzit edhe i trajtojnë sot të tjerët. Dhe diçka tjetër. Krishti vajti te ky person dhe çfarë bëri? Mori veçantë dhe i buri gishtërinë në vesh. Dhe pastaj pështyu dhe i preku gjuhën. Edhe këto kanë kuptime. E para, Krishti vuri gishtërinë në vesh që t'i hapen veshët atij njeriu. Çfarë është Krishti? Krishti nuk është thjesht një profet, një reformator, siç mund ta paraqitni sot. Krishti është biri dhe fjala e Perëndis që me anën e tij u bën të gjithë të dukurat pa dukurat. Edhe kur ishte ai njeri, ai ishte përsëri Perëndi. Dhe këtu tregon që ai ka fuqinë e Perëndis, se është vetë Perëndi. Dhe po ashtu pështyu. Pështyma ati çfarë është? Nuk është diçka e rëndomt ose diçka, si them, e gabuar. Pështyma e Krishtit është treguesi i hirit, që e prek njeriu dhe e transformon njeriu. Dhe psherëtiu. Krishti psherëtiu. Pse psherëtiu? Sepse Krishtit i erdhi keq dhe vjen keq për natyrën njerëzore e cila është deformuar për shkak të mëkatit. Është e sëmurë. Dhe psherëtima tregon që Zoti hidhërohet kur ne vuajmë. Dhe ai erdhi për të marrë mbi vete mëkatet tona, që të na shërojë nëpërmjet fuqisë së tij, por që kjo fuqi nuk vepron në mënyrë a priori. Zoti na shliron nga mëkati, e merr mëkatin mbi vete, vuan për mëkatin dhe pastaj na jep hirin. Dhe thot Efatha, hapu, për treguar se ai është fjala. Ashtu si tha në shkrimin e shenjtë kur lexojmë në Zanafill, bo dhe ato bëhen, edhe Krishti tha, Efatha, hapu, urdhëroi dhe vërtet u hapën veshët
dhe u zgjidh goja dhe ai filloi edhe të dëgjoj edhe të flas. Por çfarë kuptimi ka për neve sot? Do thot dikush, po neve nuk jemi as të shurdhër, as me mec. Lavdi Zotit, edhe dëgjojmë, edhe flasim. Të dashur të krishterë, kjo ka një kuptim edhe për neve. Sepse etrit e kishës e tregojnë këtë me një kuptim shpirtëror. Zakonisht dhe shpeshherë ne jemi të shurdhër. Çdo thot jemi të shurdhër. Ne nuk e dëgjojmë fjalën e Perëndis. Po të shikoni për shembull, sa fillon dita në mëngjes, sa veta e dëgjojmë fjalën e Zotit. Duke e lexuar ose duke dëgjuar, shumë pak. Dëgjojmë lajmet, lexojmë gazetat, dëgjojmë dhe horoskopin, fatin e ditës, por pak njerëz ulen të hapin shkrimin e shenjtë, ta lexojnë, ose për shembull të hapin te radio ngjallja dhe të dëgjojnë fjalën e Zotit. Pak. Dhe ku nuk e dëgjojmë fjalën e Zotit, atëherë ne nuk flasim për Zotin. Shumë krishterë janë me mec, sepse nuk flasin për Zotin. Bëjnë biseda të çfarë doshme me njëri tjetrin. Harxojnë kohën e llafeve, thashethemeve, merren me politikën globale, por një fjalë të Zotit njëri tjetri nuk ja thon. Dhe thonë që ne nuk dim. Ne nuk kemi as priftëri, ne nuk kemi as teolog, nuk kemi as katekist. Pse ju vjen kjo të dashur krishterë? Vjen se nuk dëgjojmë. Nga që nuk dëgjojmë dhe nuk flasim. Dhe jemi të mbyllur në mendje, në zemër dhe në gojë. Por shpëtimi nuk është vetëm personal. Si thot atje, në qoftë se ti do besosh me gjithë zemër se Isu Krishti është Zot dhe do rrëfesh sa ish ngjallur për të vdekurish, atëherë ti do shpëtosh. Pra duhet flasi goja për Zotin. Duhet ta pohojmë besimin tek të tjerët. Është dëshmi e detyrueshme. Ndryshe ti nuk je i krishter. Nuk më them unë e kam besimin në zemër, por në gojë nuk e flas. Atëherë tregon që ti je ose një pabes, ose një frikacak, ose ti nuk di sepse nuk dëgjon. Prandaj duhet ta dëgjojmë fjalën e Zotit. Çdo ditë, dhe sidomos dhe kur vim të në kish, shikoni sa rëndësi jep kisha fjalës e Zotit. E dëgjuam në liturgjinë hyjnore. Bjen dhe predikimi. Prandaj një liturgji pa leximin e fjalës e Zotit dhe pa interpretimin dhe predikimin është e mangut. Sepse duhet dëgjojmë, të besojmë dhe pastaj dhe të flasim, të dëshmojmë. Edhe diçka që duhet të themi. Shpeshherë na krijohen idera sikur këtu gjëra ndodhin në mënyrë magjike. Për shembull, shikoj besimtar që vinë, ndezin qiri, madje shkojnë edhe çojnë dhe na judhin qiriun dhe thonë ma ndiste, ma bikte. Mirë bëjmë. Qiriu që ndizet në kish, patjetër që ka një kuptim. Nuk është thjesht diçka simbolike. Është një ofertë që ne ja japim Zotit. Dhe duke u djegur ky qiri për personin të gjallë ose të fjetur, atëre ky njeri kujtohet nga Zoti. Por nuk veprojmë me magji. Ndezim një qiri dhe mjafton. Jo. Qiriu është thjesht për ty në marrëdhënie me Zotin. Por duhet lutja, duhet besimi. Pa një lutje të vazhdueshme intensive, ne nuk mund ta marrim mëshirën e Zotit, hirin e Zotit. Sepse Zoti thotë, lutu dhe do të jepet. Lutje. Prandaj dhe kisha ortodokse ka lutje të gjata. Dhe thot dikush, more, po pse i kemi kaq të gjata këto lutje? Për shembull, shikojmë në disa vende të tjera i kanë lutje shumë të shkurtra. Pse? Sepse këtu kur jemi në kish, sa minuta jeni me Zotin. Në shumicën e raste mendja ajo na fluturon. Ikën andej këtej, jemi me trup, po me mendje kush e di ku jemi. Nuk përqendrohemi. Prandaj që të paktën disa minuta të vim në kontakt me Zotin, që edhe goja, edhe mendja, edhe zemra të jenë me Zotin, duhet kjo koha. Sepse vetëm kur mendja dhe zemra dhe goja bashkohen dëgjon Zoti. Si do të dëgjoj Zoti një lutje që kur ti nuk e dëgjon për veten tënde? Prandaj duhet të lutemi, dhe të lutemi në intensitet dhe një kohë të gjatë që Zoti ta plotësoj, sepse lutja tregon se ke besim. Ndryshe pastaj bim këtu, prekim atë, marrim këtë, çojmë atë. Kjo është një formë magjike dhe nuk vlerësohet dhe nuk, si them, nuk ndihmon kish. Prandaj, të vim me besim, të lutemi
dhe të shpresojmë që ajo që është e pamundur për njerëzit është e mundur për Perëndin. Por, e fundit, të hapim veshët, të dëgjojmë fjalën e Perëndis dhe të hapim gojën dhe të flasim fjalën e Zotit, sepse kjo është kusht shpëtimi. Amin.